Jemi në pjesën e fundit të emisionit, edhe në këtë pjesë të tretë do të ndalemi tek efektet ekonomike që ka sjell dhe që po vazhdon të sjell pra bllokimi i rrugës Librash të Prenjas për të gjithë zonën e Juglindjes. Në fakt, infrastruktura nuk është vetëm thjesht një çështje asfalti, ajo është një siguri ekonomike për të gjithë ambientin dhe për të gjithë zonën përreth. Prandaj një bllokim rruge pra për disa ditë po sjell efekte domino në një sër aktivitetesh të zonës. Për vitesh tashmë ne dimë që Juglindja është një destinacion turistik i konsoliduar ku fundjavat janë të mbushura nga vizitorë vendas dhe të huaj që frekuentojnë pikërisht pra zonën e Korçës, fshatra turistik përreth, por jo vetëm edhe qytetin e Pogradecit. Ndaj në këtë pjesë të tretë e emisionit do të flasim me operatorët turistik të zonës dhe do të kem tani në një lidhje direkte zotin Anton Falo nga Voskopoja. Përshëndetje zoti Anton, faleminderit që jeni në këtë lidhje direkte. Përshëndetje dhe juve. Zoti Anton, u bë gati një javë që kemi një bllokim të rrugës drejt Juglindjes, pra rrugës ekzistuese pavarësisht devijimit që ka psuar ajo në rrugën tjetër alternativ. A mund të na thoni si ishte kjo fundjavë për ju në zonën tuaj? Kjo fundjavë që jemi zero, të prende dhe të shtunë, asnjë dhomë, asnjë telefonat për të ardhur. Edhe e djela fare një tavolinë jashtë të zakonisht keq. Ndërsa një javë më përpara atë ditë që ndodhi shtembja, nga 70% më anulluan. Nga 10 dhoma marrën vetëm 3 dhe mund të diel duhet punoja afërsisht me 30 tavolina her pas here, kisha vetëm 4 dhe që të 4 ishin nga Korça që si pengonte rruga, jashtë të zakonisht jemi shumë keq. E kuptoj. A ka ndodhur ndonjëherë ndonjë situatë e tillë më përpara duke përjashtuar vetëm vitin 2020, kohën e pandemisë apo jo? Jo, vetëm në Covid, vetëm kohën e Covid. Kishim anullime kështu, po jo për rrugën, ndonjëherë shembje që pati rruga Qukës qafë Ploçë, mirë po jo në këtë mas që të anulloheshin stadjet, të anulloheshin 2-3 dhoma, 20-30%. Po që të anullojshin 70% javën e kaluar dhe këtë javë që jemi që sa po mbyllet, të mos kesh asnjë dhomë, as të prente, as të shtunë, është gjë shumë e vështirë. Po çfarë do të thotë kjo zoti Anton për biznesin që ju përfaqësoni? Sepse situata është që ende nuk kemi një afat konkret se kur do të kemi një normalitet të kalimit në këtë segment rrugor. Çka do të thotë që më e pakta minimalisht mund të marrin një muaj kohë, më e pakta? Kjo do jetë pas e katastrofë, kjo se vazhdon një muaj kohë do jetë katastrofë, pasi neve kemi edhe punëtorë dhe nuk i lem dot. Megjithse unë nga jena deri të premte në këtë premte që kalovi, e kisha mbyllur restorantin dhe hotelin se nuk ka njerëz, nuk pati as të premte as të shtunë, s'kam që ta mbaj gjatë javës dhe jam detyruar me punëtorët i marr, po punë jashtë restorantit dhe hotelit. Pra shitin lule, heqin bara të këqia, i mbajnë nga bletët, se jam dhe bletar, mbushin vazo me lule, se më vjen keq t'i le, se pas të ikin dhe nuk i gjen dot mesh me keqja. Po, e vërtet, ky është edhe një tjetër hall më vete, pra që i bashkangjitet të gjithë efekteve që sill bllokimi i rrugës, por ne urojmë dhe shpresojmë që situatat më gjej zgjidhje sa më shpejt, po ndoshta për herë të parë Korça do të jetë e boshatisur, le të themi, ose edhe fshatra turistik përreth edhe për 7-8 marsin, se kemi hyrë edhe në muajin e festave të 7-8 marsit. Po, mirë kjo fundjavë pra që ishte zero, siç ju e përmendët. Po, fundjavën tjetër, keni ndonjë telefonat, ndonjë prenotim, se është kohë festash? Na kanë telefonuar, kemi disa prenotime, po para se të ndodhte prishja e rrugës. Ata nuk e dinin se do prishesh rruga, tash megjithëse rruga është dhe do t'i anullojnë. Në këtë radhë që kaloi, kjo e premte dhe shtunë, nuk patëm asnjë telefonat. Jo se na anulluan, asnjë telefonat për dhoma dhe për restorant, pare. E kuptoj. Por anullime për 7 marsin, a keni? Deri tani jo, po është akoma besoj po su rregulluar rruga, nuk e di, në qoftë se do të vinë, janë të vendosur të vinë nga rruga e Moglitës, po ajo është një rrugë e një fare mirë atë rrugën, se kam kaluar shumë herë, është shumë e ngushtë dhe me shumë kthesa. Edhe është dhe me gjatë, nuk e di, vetëm qoftë se vinë qandeja, inshallah vinë qandeja. Okej, a keni një apel ju, zoti Anton, lidhur me këtë situatë? A keni një kërkesë, po themi për autoritet? Po, kjo gjë edhe në emër time, në emër të biznese, nuk jam vetëm unë që jam keq në Voskopoj, gjithë biznese në Voskopoj, i bëj thirrje firmave që po merren me këtë rrugë ta përfundoj sa më shpejt, po kështu dhe qeveria të marr masa sa më shpejt,
Se neve këtu në Voskopoj kemi një karakteristikë që punojmë vetëm në fundjavë dhe nuk punojmë nga Korça, nuk vinë për të fjetur, se ja e kanë Korçë një dhe ta flen atje. Neve punojmë me turistë nga Tirana, nga Tursi, nga Elbasani, nga Kavaja, nga Fieri, nga këto zonat që janë të detyruar të kalojnë në atë rrugë. Nga Korça vetëm në një të dielë mund të vi vetëm në një tavolinë për të ngrehtë. E kuptoj. Ne urojmë dhe shpresojmë që kjo situatë të gjejë zgjidhje sa më shpejt, zoti Falo, të falenderoj për këtë lidhje direkte. Falemderit dhe juve, inshallah sa më shpejt të mbaroj kjo gjë, se nuk jemi shumë jashtëzakonisht nuk kemi zbek. Le të shpresojmë. Kemi dhe hallin e punëtorëve. E vërtet. Le të shpresojmë. Të falenderoj. Falemderit dhe ju dhe miru pafshim. Por bllokimi i rrugës dhe segmentit konkretisht Librazht Prenjas ka sjell edhe një tjetër problematik, pasi prej disa ditësh, pra që në momentin kur u bllokua rruga 2 apo 3 ditë më pas, edhe operatorët e transportit, kryesisht furgonat apo edhe autobusët që udhëtojnë drejt juglindjes, kanë reflektuar një rritje dhe një shtrenjtim të çmimit të biletës për destinacionin drejt Pogradecit apo edhe drejt Korçës. Unë do të kem tani në një lidhje direkte në shoqatës transportit ndër qyteta, zotin Dashnor Memaj. Përshëndetje, zoti Memaj, falenderit që jeni në këtë lidhje direkte. Përshëndetje, falenderit ju. A mund të na thoni, zoti Memaj, çfarë të dhënash keni ju, sa është shtrenjtuar çmimi i biletës drejt juglindjes nga operatorët e transportit? Në fakt nga bllokimi i rrugës ishte një kolaps ditë e para, sepse operatorët nuk ishin qartë, nuk kishin informacionin e duhur se nga duhet lëvizën dhe se duhet lëvizën. Pastaj pas 2 ose 3 ditësh u gjet një zgjidhje me një rrugë alternative e cila nuk përmbush kushtet për të përballuar fluksin e madh të mjeteve, as më tepër edhe mjetet e transportit publik, por ka rritur shumë vështirësitë, ka rritur kostot jashtëzakonisht. Ne u bëm thirrje edhe operatorëve që mos të reflektohet kjo rritje në çmimin e biletës, pa ata me shumë drejt duke parë që nuk ka një sinjal se kur mund të hapet rruga dhe sa do zgjatë kjo kohë dhe një rënje të numrit të udhëtarëve, kostot e operatorëve janë rritur diku me 40% ose më shumë në varësi edhe të linjës edhe të fluksit të lëvizjes qytetarëve, sepse kemi patur një rëndje drastike të numrit të udhëtarëve që frekuentojnë Korçën apo Pogradecin apo vende të tjera të juglindjes, cilat janë prekur nga kjo rrugë. Kanë patur një stepje në lëvizje, kanë patur një frikë në lëvizje, sepse ditët e para ngelen shumë në trafik, humbën ditën e punës, humbën shkollën. Ka njerëz cilët nuk e përdoren vetëm për punë, po themi punë të thjeshta, por ka edhe njerëz cilët e kanë të domosdoshme lëvizjen nga Korça drejt Tiranës. Patjetër se sidomos ata që e kanë nevoja shëndeti mbi të gjitha. Vetëm ato aktualisht po lëvizin në transportin publik, që do të thotë është në një rënje drastike numri udhëtarëve, në një rënje të ardhurave, pavarësisht të kësaj ne nuk kemi patur një tresë për bashkën me institucionet përgjithëse për të parë një zgjidhje alternative se kujt do t'i kaloj kjo kosto e shtuar. Do të jetë shteti në rast të emergjencës që do të subvencionojë operatorët apo operatorët do të rrisin çmimin e biletës e do ta përballojnë. Zoti Memaj, po sa e drejtë është ky reagimi kaq i menjëhershëm dhe kaq i shpejt i operatorëve të transportit për të rritur çmimin? Pavarësisht thirrjes, operatorët kanë gjetur zgjidhjen më të thjeshtë të mundshme edhe më të shpejtë të mundshme rritjen e çmimit, reflektimin në çmimin e biletës për udhëtar, duke qenë se kostot janë rritur me 40%, ato nuk janë të mundshme le të themi që të përballojnë sepse nuk po nxjerrin as shpenzimet e naftës lemo të kenë të ardhurat të tjera në këtë drejtim. Duke qenë se numri i udhëtarëve është shumë i ulur, kostot janë rritur për shkak të zgjatjes distancës rrugës, të amortizuar rrugës me shumë tesa, me shumë dyshesa dhe kanë edhe një stres të madh sepse dihet se kur do të nisen fugonat, por nuk dinë se kur do të mbrinë në destinacion. Ajo që i takon është institucioneve që të thirrë operatorët e linjave edhe të dalin me një vendim përbashkët se si duhet të operohet. A është shpejt për të rritur çmimin e biletës? Padyshim që në ditët e para ju bëm thirrje që mos ketë një reflektim në çmimin e biletës, por duke parë që nuk po kemi një zgjidhje të shpejtë por operatorët, kjo është me një llogari të thjeshtë kur rriten kostot 40% nuk mund të presësh që shteti të reagojë
deri në momentin që ti nuk do të jesh gjendje që të vazhdosh lëvizjen me mjete për të ofruar shërbim. Por a është niveli duhur për të rritur çmimin kaq, pastaj kjo duhet të diskutohet. Pikërisht pra, kjo rritje, mirë që ju thoni janë rritur kostot, dakord, ju mirë kuptojmë në këtë pikë në një farë mënyre, po kjo rritje me 40% është për të mirë kuptuar? 40% është rritja e kostove të shërbimit nga rënja dhe e udhëtarëve, le të themi. Por diskutimi për çmimin e biletës padyshim që duhet të ketë komponent të analizës financiare për të parë se sa realisht janë shpenzimet, sa janë të ardhurat edhe për ta thënë që është një situatë emergjente dhe operatorët reagimin nuk do ta kishin, do të ishte që nuk do ta kishin menjëhershëm, por mosmarrja masave nga ana e institucioneve për t'u garantuar se kur mund të hapet rruga, kur mund të vazhdojë lëvizja lirshëm, apo ulja dhe ndresat përbashkëta për të parë se sa janë kostot realisht që mund të ketë një përjashtim pastaj nga taksat e naftës që marrin edhe karburantin me një çmim tjetër, nuk ka patur asnjë reagim, nuk ka patur asnjë diskutim. Pra kjo paqartësia se sa do zgjat kjo situatë, po thoni ju, i ka detyruar operatorët. Një ndër shkaktarët kjo është, pastaj është edhe rënja drastike në numrin e udhëtarëve, është edhe rritja e kostove dhe vështirësia gjatë rrugës, sepse ne kemi parë çdo ditë media që dihet nisja kur nisesh, por nuk e di se kur do të mbish destinacion. Tu desha të ndalesha pak çaste, zoti Memaj. Pra, këto oraret për të nisur drejt Juglindjes në Pogradec apo në Korç mbeten në fuqi, pra sikundër kanë qenë edhe më parë, por vetëm thjesht koha zgjatja e udhëtimit mund të jetë kohëzgjatja është më e madhe. Oraret të nisjes nga terminalet respektive, nga Korç apo nga Tirana apo nga Pogradec, janë oraret që janë nisjes edhe dihet kur do të nisen. Oraret e mbritjes nuk i parashikojmë dot për shkak të avarive të mundshme gjatë rrugës, për shkak të trafikut të rënduar, sepse rruga është më amortizuar, rruga ka më shumë vështirësi për të kaluar, ka një trafik më të madh sepse është një rrugë e cila nuk përballon dot këtë lëvizshmëri të madhe të mjeteve, është një rrugë alternative momentale, prandaj dhe ju kemi bërë thirrje institucioneve dhe si grup interesi, por sepse kjo ka ndikim jo vetëm transport publik, por në çdo fushë tjetër të sektorëve të ekonomisë, një bllokim i saj për një periudhë kaq gjatë sjell pasoja shumë të mëdha ekonomike. Ne kemi parë që në vendet më të zhvilluara janë ura dhe bëjnë brenda 24 orëve, ne nuk po themi që jemi në atë nivel, për të paktën një rrugë, ne bën një bypass mund të bëhet për një javë, një javë të merrem me studimin se çfarë ndodhi, kush ishte arsyeja, edhe qytetarët ta vuajnë pasojat. Kujtojmë që është një ndër arteriet më kryesore në vend, edhe lidhet me vende të tjera, me vende të shinjes, ne kemi transport që operohet sot edhe nga Ori edhe nga Struga, ata janë bllokuar fare, nuk ofrojnë atë shërbim në drejtim Tiranës. Unë shpresoj që kjo situatë gjejë një zgjidhje sa më të shpejtë, zoti Memaj, dhe mbi të gjitha shpresoj që kur të zgjidhet i gjithë problematika, të paktën çmimet të shkojnë aty ku ishin, se ndonjëherë këto tarifat e rritura mbeten në fuqi edhe kur zgjidhen problemet. Padyshim që tarifat duhet shkojnë, ne kemi rekomanduar që mos të rriteshin, por meqense u rritën se përballojnë kostot, tarifat në momentin e hapjes rrugës, padyshim do të shkojnë në nivelin që ishin, sepse janë institucionet që vendosin për çmimet për kilometër për transportin ndërqytetës, nuk janë operatorët. Operatorët është moment krize, moment emergjence që kanë vendosur këtë formë. Unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione dhe uroj dhe shpresoj që gjithë kjo situatë gjejë një zgjidhje sa më të shpejtë. Faleminderit, shpresoj. Ishte kjo në fakt një pjesë e realitetit që po prodhon dëmtimi dhe bllokimi i rrugës pjesë e korridorit të 8 pra drejt Juglindjes së vendit. Në fakt kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur edhe për këtë emision. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe bashkë do shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë mirupafshim.